Zonjushën Erisa Memia. I nderuar profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar demokrat e demokrate. Sot nuk është një ditë e zakonshme. Sot tropoja mirëpret birin e saj që nuk u përkult kurrë. Një lider që mbështeti demokracinë, që ruajti dinjitetin kombëtar, që na mësoj se Shqipëria vlen. Mirë se erdhën në vendin tënë, doktor. Mirë se erdhën në shtëpinë tënde politike, historike, shpirtërore. Ne të rinjt të presim me zemër plot, sepse kemi nevojë për zë, për drejtësi, për shpresë. Ne kemi nevojë për një arsye për qënduar në vendin ton, e jo për të larguar. Ne nuk kemi nevojë për lëmosh. Ne nuk kërkojmë privilegj. Ne kërkojmë mundësi. Shkollim të denjë, punësi moral, e një vend ku të rinjt të ndihen vlerësuar e jo të larguar. Votoni ndryshimin, votoni numrin 1. Zoti ju bekov, doktor! Zoti e bekov Tropojën! Zoti e bekov Shqipërinë! Faleminderit! Tani është momenti t'ja jap fjalën një studenti, gjithashtu antar i kryesisë Forumit Rinor të Partisë Demokratike, por mbi gjitha birit tuaj, zonja dhe zotrinj Aldon Gjyriqi. Të nderuar vëllezër e motra, të Tropojës, të dashur bashkëqytetarë të Malësisë Gjakovës, të respektuar të rinj, gra e burra të kësaj toke që gjithmonë kanë ditur të qëndrojnë në këmbë me dinitet, edhe në ditët më të vështira. Me emocion të madh, ju përshëndes. Sot në këtë hapje të fushatës sonë elektorale, këtu në zemrën e një prej trevave më të lavdishme të Shqipërisë, Tropojës krenare. Në radhë të parë, dua të përshëndes me respekt të fill dhe t'i shpreh mirënjohje më të madhe liderit historik të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Një njeri që ka bërë histori, jo vetëm për Tropojën, po për gjithë Shqipërinë. Sot jemi këtu për të prezantuar një tjetër bir të denjë të kësaj toke. Një njeri që nuk ka nevojë të dëshmohet, sepse vepra e tij flet më shumë se çdo fjalë. Zoti Isuf Çelaj. Deputeti i Malësisë Gjakovës, një politikan i terrenit, jo i karrigës, një zë i fortë në kuvend dhe një mik i vërtet i njerëzve të zakonshëm. Kam pasur nderin të marr pjesë në shumë takime, në takim me banorët, në Punjan, Shoshan, Koçonaj, Bargegaj edhe Tropojë të vjetër. Dhe kudo kanë dëgjuar hallet e njëjta, por që nuk janë fjalë të mëdha, por që janë hallet përditshme të jetës. Shkollë dhe spital të amortizuar dhe mungesë investimesh për të rinjt, pa punësi e thellë, sidomos për të rinjt që janë të detyruar të largohen. Në vend që të merr me këto plagë, qeveria e Tiranës bën teatr, ai nuk flet për rrugë, për ujë, për shkolla, për kanalizime, por del e premton pasaportin evropiane në vitin 2030. Kush e beson këtë mashtrim? Kush mund të besojë një qeveri që vetëm gënjen, vjedh, tallet me popullin? Edi Rama ka harruar Tropojën, ka harruar Kuksin, Hasin, ka harruar gjithë Shqipërinë e Veriut. Por ne nuk kemi harruar. Nuk kemi harruar kush ka qenë pra nesh. Nesh kur kemi nevojë, dhe një prej tyre ka qenë pikërisht Isuf Çelaj. Një deputet që nuk ka pritur fushatën për të ardhur në zonë, por ka qenë me njerëzit dhe kur kamrat nuk ishën aty. Dhe me 11 maj, përgjigja do të vi me vot për dinitet, për zhvillim, për njerëzit e punës. Me vot për të thënë jo mashtrimit dhe po ndryshimit. Partia Demokratike ka program, ka vizion,
ka njerëzit me të zotë dhe ka mbështetjen e një popullit që nuk dërzohet. E kemi bërë njerë dhe do ta bëjmë përsëri. Rrugë do të rihapen, ujë do të vinë në çdo shtëpi, fëmijët do kenë shkolla dinjitoze, fermerët do ndihen të vlerësuar dhe tropoja do jetë pjesë e zhvillimit, jo në fund të listës së arresës. Të dashur miq, të mos rrimë spektator në jetën tonë, të mos i lëmë të tjerë të vendosin për ne. Sot është koha të flasim, të votojmë, të ndryshojmë. Me Jusuf Çelajn në kuvend, me Sali Berishën në krye televizis për kryeministër. Dhe çdo shqiptar të ndershëm, do fitojmë. Roft tropoja lavdishme, roft Malcia Gjakovës, roft Partia Demokratike e Shqipërisë, roft Sali Berisha. Fitore me 11 maj, fitore, fitore, fitore. Aldon, i kuptoj emocionet e tua për të folur lartë për bijt dhe bijat e Tropojës, por ma le ta prezantoj mua listën e mrekullueshme të qarkut Kuksit dhe një duar trokitje për kandidatët. Tani, kam kënaqësinë të jap fjalën juristes Anita Doçi. Të nderuar banor të Tropojës, të këtij vendi të njohur për histori, lavdi e besë. I nderuar kryeministër i ardhshëm i Shqipërisë, Zoti Sali Berisha, mirë se erdhe në vatrën tënde. Është gjithmonë një ndjenjë veçantë të rikthehem këtu, në vendin tim, në këtë tokë krenare ku historia, tradita janë gjurmët e tij. Për sot nuk dua të flas vetëm për të kaluarën. Dua të flas për një të ardhme që do ta ndërtojmë së bashku. Jo më larg se dje, pash një foto nga klasa ime e parë. Ishim 32 fëmijë. A e dini sa kemi ngelur sot në Tropoj? Vetëm 3 prej nesh. Dhe pyeta veten, për sa kohë do vazhdoj kjo? Për sa kohë do shohim shokët, miq tanë që largohen në emigrim për të gjetur mundësit që nuk po i gjejmë këtu, apo do marrim në dorë të ardhmen tonë, të ardhmen e këtij kombi, të ardhmen e Tropojës. Unë jam këtu si një nga ju, si një ere që kam ndjerë zhgënjimin, kam ndjerë padrejtësitë, kam ndjerë mungesën e mundësive. Por më shumë se kaq, jam sot këtu sepse nuk kam zgjedhur të rri duar kryq. Do punoj për vendin tim, do votoj njishin, do votoj Aleancën për Shqipërinë madhështore, do votoj për Sali Berishën, për doktorin, për kryeministër. Fitore, fitore, fitore. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën kryetarit të Partisë Republikane, Zotit Fatmir Mediu. Të dashur motra dhe vlezër Tropojës, i dashur doktor Berisha, të nderuar koleg deputet, ka qenë gjithmonë nder dhe kënaqësi të jem këtu në Tropojë. Dhe siç e tha dhe prezantuesja, Tropoja është sa hyjnore dhe qellore, po ashtu dhe toksore. Është hyjnore dhe qellore sepse është Tropoja e besimit në Zot, është Tropoja e shqiponjave. Është toksore sepse është Tropoja e burrave dhe e besës. Por motra dhe vlezër, sot Shqipëria është në jutë kryq vërtet, ku duhet vendosim ne për të ardhmen tonë, në respekt të prindërve tanë dhe fëmijëve tanë dhe për fatin e Shqipërisë. Zgjedhjet që na presin në 11 maj nuk janë thjesht një datë. Ato janë thirrje për të zgjuar çdo shqiptar, për të reaguar, për të ndryshuar në emër të dinjitetit, lirisë dhe familjeve tona. Ekonomia e familje shqiptare po shkatërrohet çdo ditë. Familjet shqiptare ndjejnë varfërinë në shtëpinë, çmimet rriten, pagat janë më të ulta në rajon, bizneset po mbyllen ose largohen nga Shqipëria, taksat janë më të larta dhe vidhen për të pasuruar pushtetarët. Shqipëria, të dashur motra dhe vlezër, nuk është e varfër, por është e vjedhur nga pushteti. Edi Rama ka shkatruar shpresën për një të ardhme
më të mirë për këdon Shqipëri. Mbi 1 milion shqiptar janë larguar në këto 12 vite. Emigracioni është plaga më e madhe e shoqërisë sonë. Të rinjt po largohen për mbi jetesë për një jetë më të mirë, po largohet truri i kombit, po shteron energjitë tona më të mëdha që është rinia. Po për Edi Ramën kjo është normale, sepse atë e gëzon dhe lumturon vetëm pushteti dhe vuajtjet e shqiptarëve të ndershëm. Ai mendon se është i veçantë mbi njerëzit dhe mund të tallet dhe t'i përbuz ata, njerëz të thjesht dhe krenar të tropojës dhe të mbar Shqipërisë. Ai është i veçantë për të shkatëruar dhe urryer Shqipërinë dhe shqiptarët. 12 vite të gjata, motra dhe vëllezër, të varfërimit dhe shkatërimit të familjeve shqiptare, largimit pa shpresë, 12 vjet mashtrime dhe talli me shqiptarët, 12 vjet përpjekje për të shkatëruar atë që ne ndërtuam vitin 90, pluralizmin politik, 12 vjet për të shkatëruar opozitën shqiptare, zgjedhje lira dhe të ndershme, 12 vjet Edi Rama u përpoq të fshi historinë dhe suksesin e shqiptarëve. Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ktheu në një qëllim për shkatrimin e historisë që ju të gjithë ndërtuat për 30 vite së bashku me doktor Berishën. Ne, të djatët, kemi qenë në anën e drejtë të historisë, në anën e drejtë kombit, sepse historia dhe kombi shqiptar për ne janë më të vlefshme se çdo lloj politike. Që kur filluam me thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, por zgjodhëm në krahun ton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që na mbështeten që në fillimet e krijimit të shtetit ton shqiptar. Më lejoni, motra dhe vëllezër, t'i kthehem pak historisë. Kujtoj gjithë secilin që në vitin 1991, në sheshin Skënderbej, sekretari i shtetit James Baker në krah me doktor Berishën deklaronte të mbështiste Partinë Demokratike dhe demokracinë shqiptare. Po ashtu, i vetmi autoritet politik shqiptar, i cili vizitoi 2 herë Shtëpinë e Bardhë, 2 president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentin George Bush dhe presidentin Clinton, duke folur dhe mbështetur demokracinë shqiptare, por dhe atë që ishte më e shtrenjtë për ne, pavarësinë e Kosovës, ka qenë doktor Berisha. Po ashtu, ishte doktor Berisha që në krah të presidentit Bush u dhanë shqiptarëve në vitin 2007 2 sjarriqe të mëdha, Shqipëria në NATO dhe Kosova e pavarur. Negociuam marrëveshje stabilizim asocimit, liberalizuam vizat për të bashkuar familjet shqiptare. Por Edi Rama, pa dyshim, nuk mund të pranonte këtë realitet. Ai nuk ka qenë pjesë asnjë veprimi i cili të ketë ardhur në interes Shqipërisë. Prandaj, donte ta fshinte këtë pjesë të historisë politike, sepse për të historia e Shqipërisë është vetëm historia e Edi Ramës. Prandaj bëri çdo gjë që ishte e mundur, që marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i shkatronte duke sulmuar opozitën shqiptare dhe duke sulmuar doktor Berishën. Por ja ku jemi prapë sot këtu, me miq tan amerikan në krah, njerëzit që bën historinë e Amerikës duke kthyer presidentin Bush, presidentin Trump në fitoren e tij më të madhe. Ja ku jemi prapë me Parlamentin Evropian, me Partitë Popullore, me Kongresin Valencia, të cilët në mënyrë të qartë kërkuan zgjedhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri dhe nuk do pranojnë që Edi Rama të manipulojë dhe të vjedhë shqiptarët, manipulojë dhe të vjedhë zgjedhjen në Shqipëri. Motra dhe vëllezër, arma më e fuqishme kundër çdo sistemi të kalbur dhe të korruptuar është vetëm vota juaj. Vota është dinjitet, vota është liri, vota është forca juaj. Vota është për t'i dhënë fuqi zërit e bindjes tuaj, për t'i thënë mjaft varfërisë dhe mashtrimit. Asnjëherë mos e shisni votën, asnjëherë mos lejoni që të blihet vota, sepse vota është e shenjtë, është pjesë lirie, nuk ka asnjë çmim, ashtu siç nuk ka çmim sakrifica e prindërve tanë dhe nuk ka çmim e ardhmja e fëmijëve tanë. Zoti na ka falur jetën dhe lirinë, ai na i ka falë për të jetuar, për ndërtuar lumturinë këtu, në këtë tokë që quhet Tropoj dhe Shqipëri. Ne jemi shqiptar dhe me krenari duhet themi, jemi patriot
Dhe patriotizmi nuk është thjesht një ndjenjë, por është një vlerë e jashtëzakonshme. Është një angazhim i gjithë neve. Është respekt për historinë tonë, për sakrificat e brezave që na sollën deri këtu. Patriotizmi është përgjegjësi për historinë që duhet ndërtojmë gjithë secili nga ne sot. Patriotizmi është mision për liri dhe për dinjitet, për demokraci, dhe kjo është rruga që ka zgjedhur doktor Berisha dhe që jemi bashkuar që të gjithë ne, jo për pushtetin, po për qëllimet e dinjitetit, lirisë dhe të ardhmes shqiptarëve. Shqipëria është në dorën tuaj, familja jonë është në dorën tonë, dhe vetëm me dashuri dhe përkushtim dhe ndërshmëri mund ndërtojmë një të ardhme të drejtë, më të ndritur dhe më të begat. Motra dhe vëllezër, le të bashkohemi ne, në emër të besimit në Zot, në emër të burrnisë dhe të besës, në emër të asaj që është hyjnore dhe asaj që është toksore. T'japim një besë që ne nuk mund të pranojmë, trajtojmë si njerëz dorës dytë nga Edi Rama. Le të bashkohemi që në zgjedhjen 11 majit të fitojnë shqiptarët dhe të fitojnë Shqipëria. Le të bashkohemi që të fitojë kombi shqiptar. Prandaj ju ftoj të gjithë ju në ditët e ngelura të trokasim në çdo derë, të trokasim në çdo zemër, të ftojmë gjithë secilin të votojë, të votojnë numri 1, Aleancë për Shqipërinë Madhështore. Zoti e bekoft Tropojën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit. Tani, zonja dhe zotrinj, është momenti që t'i jap fjalën të këshilltarit të kryestrategut fushatës, zotit Kris Lasivita. Zonja dhe zotrinj, Philip Griffin. Hello. What a great turnout. Sa shumë që jeni. Thank you. Thank you. Ju faleminderit. First, I bring you greetings from the United States of America. Së pari ju sjell përshëndetjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And I'm here to tell you that the United States cares very much about Albania and the elections that you have coming up on May 11th. Së pari dua t'ju them se Shtetet e Bashkuara e kanë shumë për zemër Shqipërinë dhe janë të interesuara për zgjedhjet e 11 majit. Albania is at a crossroads. Shqipëria gjendet në udhkryq. History will write who did what during these elections. Historia do të shkruajë se kush bëri çfarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Now, we made a little history in America in November. Maybe you heard something about it. Ne shkruajtëm historinë në Amerikë në nëntor, pas e keni dëgjuar për këtë. In America, the socialists tried to destroy Donald Trump using the legal system. Në Amerikë, socialistët u përpoqën të shkatrojnë Donald Trumpin me anë të sistemit ligjor. But Donald Trump and the American people wouldn't have it, wouldn't let it happen. Por Donald Trump dhe populli amerikan nuk e lejuan. Here in Albania, the socialists are trying the same tricks. Këtu në Shqipëri, socialistët po provojnë të njëjtin marifet. And I'm here to tell you, they won't be successful here either. Dhe jam këtu për t'ju thënë se as këtu nuk do t'ja dalin banë. Exactly. Po, pikërisht. Dr. Berisha will not stop fighting for you to take Albania back from the corrupt politicians and the narco traffickers. Doktor Berisha nuk do të ndalojë së luftuari për ju, për ta kthyer shtetin nga narkotrafikantët dhe nga zyrtarët e politikanët e korruptuar. I've been in politics 40 years. Unë jam në politikë për 40 vitesh. I have never seen a politician work harder than Dr. Sali Berisha. Nuk ka parë kur një politikan që të punojë kaq fort sa Doktor Sali Berisha.
But he can't do it alone. Por ai nuk mund t'ja dal vetëm. Now is the time for you all to do your part. Tani e keni radhën ju të bëni pjesën tuaj. You need to talk to your friends, your neighbors, your family. You got to get everyone to go out and vote. Duhet të flisni me familjen, me fëmijët, me të afërmit tuaj dhe t'i bëni që të gjithë të dalin dhe të votojnë. And I want everybody in the crowd now to look at each other. Look to the left and the right. Ju lutem të gjithëve këtu Look që each jeni other in the mbledhur, eyes. shikoni njëri tjetrin, majtas dhe djastër, shikoni njëri tjetrin në sy. And you, I got to ask yourselves, are we going to make history together? Dhe pyeteni veten, a do të ndryshojmë ne historinë? My answer is yes, we're going to make history. Përgjigja ime është po, do të ndryshojmë historinë. Fitore, fitore, fitore. Falemenderi. Thank you, Mr. Griffin. Tani është momenti që t'jap fjalën drejtuesit të qarkut Kukës, zotit Flamur Hoxha. I nderuar kryetari ynë, lideri ynë, kryeministri ynë, doktor Sali Berisha. Të nderuar banor të Malësisë Gjakovës, krenar si maja e malit Shkëlzenit dhe të kthjellt si ujërat e Valbonës. Të Tropojës simbol i krenarisë, i qëndresës, i besnikërisë të pathyeshme ndaj idealeve të lirisë dhe të demokracisë. I nderuar zoti Griffin, këshilltari ynë. I nderuar aleati ynë përhershëm zoti Mediu. Të nderuar kandidat, qytetar të Shqipërisë dhe diasporës. Sot jemi bashkë në të takim madhështor në këtë vend të bekuar nga Zoti, në këtë tokë që ka lindur burrat të urtë, trimat të pushkës dhe të fjalës, për të nisur një rrugtim të ri. Sot jemi këtu për një betejë kombëtare, një betejë për të rikthyer shpresën, për të ndaluar rënimin, për të larguar një regjim të korruptuar që po shkatron shtetin dhe shoqërinë. Kjo është betejë jon për Shqipërinë. Në krye të kësaj betejë qëndron një burr shteti, një njeri që historia e ka provuar si lider i vendimeve të mëdha. Doktor Sali Berisha. Ai që solli pluralizmin, që ndërtoi rrugën e kombit, që dha dinjitetin e shqiptarëve kudo në botë. Në këtë tokë herojsh, prej vitesh ka heshtje, ka varfëri, ka ikje, ka braktisje për shkak se një qeveri për 12 vite ju ka lënë në harresë dhe ju ka trajtuar më keq se çdo krahim tjetër. Tropojanët janë krenar dhe të palëkundur, sepse nga Tropoja është burri i madh i kombit, Sali Berisha. Për të cilit e drama dridhet, dhe për këtë arsye me Tropojën sillet si armik. Fshatra pa rrugë, shkolla që mbyllen, spitale kthyer nga ambulanca pa mjek, të rritë marrin malin jo për në luftë, por në emigrim. Edi Rama premtoi turizëm, premtoi zhvillim. Ku janë? 12 vite zero investime, vetëm për buzje e mashtrime. Buxheti i qeverisë e i bashkisë shkon vetëm për rroga e hajni, jo për zhvillim e prosperitet. Partia Demokratike nuk ju ka harruar kurrë. Ne kemi bërë rrugën e kombit, ne kemi hapur dyert për turizëm kur i lindja zindas se kur binte Tropoja. Dhe sot ne po kthehemi me një plan. Do ndërtojmë rrugët që lidhin çdo zonë me Tropojën, që lidhin Tropojën me Kuksin, lidhin Tropojën me Kosovën.
Do të subvencionojmë në turizëm, për bujtina, agroturizëm dhe punë. Do bëjmë gjithë shka për bujqësin, për gështenjat, mjaltin, blektorin. Do sjellim mjek me pagesë të ndershme, me shkollat të denja për malësin. Do rikthejmë shërbimet e larguar nga Tropoja, dhe do të sjellim zhvillim dhe prosperitet. Tropoja nuk është një cep, periferia harruar e Shqipërisë. Tropoja është zemra e kombit. Dhe më shumë sa askush tjetër me 11 maj, do të rrah me vot për ndryshim. Me 11 maj votoni numër 1 Partinë Demokratike. Votojmë numër 1 që të nderojmë të kaluarën dhe të ndërtojmë një të ardhme Shqipërinë në Shqipëri. Faleminderit Tropoj, numri 1 me fitore në Shqipëri dhe kudo. Fitore! Tani, zonja dhe zotrinj, është momenti që të prezantojmë listën fituese të qarkut Kukës, duke filluar me zotin Flamur Hoxha, Isuf Qelaj, Elvira Peka, Shkëlqim Shehu. Tani, zonja dhe zotrinj, Tropojanë dhe Tropojan, është momenti të ja fjalën virit tuaj, zonja dhe zotrinj Sali Berisha. Të dashur banor të rrethit Malësisë Gjakovës, një përshëndetje vllazërore të gjithë ju që jeni në këtë shesh, por të gjithë banorëve të këtij rrethi kudo që ndodhen sot, në Tropoj, në Shqipëri, jashtë vendit. Një mirënjohje të pakufishme, të pafundme për ju, mbështetjen e jashtëzakonshme që keni dëshmuar këto 32 vite për Partinë Demokratike, për Sali Berishën, për Azem Hajdarin e kauzën e drejtë. I dashur zoti Flamur Hoxha, drejtues politik i qarkut të Kukësit për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. I dashur zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane Aleat, i çmuar kryesor i Partisë Demokratike që nga themelimi gjerë sot. I dashur fil, me mirënjohje të madhe, ju falenderoj për praninë tuaj sot këtu. Të dashur kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë për qarkun e Kukësit, nderimin tim më të madh për ju, vlerësimin më të lartë. Jeni krenaria e qarkut Kukësit, e Tropojës, Hasit, Kukësit dhe mbar Shqipërisë. Miqtë e mi, unë vi sot në Tropojën madhështore nga natyra, madhështore nga historia, madhështore nga shpirti dhe zemra e banorëve të tij. Edhe një herë dhe 1000 do të theksoj se nuk do zgjidhja kur një vend, po të zgjidhej vendlindja, nuk do zgjidhja kur një vend tjetër përveç Tropojës.
Por miqtë e mi, unë vi sot në tropojnë madhështore, në një kohë kur madhështia e Shqipërisë, madhështia e tropojës, ka bjerur këto 12 vite si rrallë në njëherë në historinë e saj, vi sot kur këtë tokë të bekur, me pasuri nga më të mëdhat, e braktisin çdo muaj djemt dhe vajzat e saj, kështu braktisin dhe Shqipërinë. Vi sot në tropoj, kur pasurit e saj nuk janë pasurit të qytetarëve të banorëve të tropojës, kur taksat e tyre nuk shkojnë për rrogat dhe pensionet e tyre për një jetë më të mirë për ta. Vi sot, kur vendi qeveriset nga konglomerat apo nga një joint venture e pushtetit me krimin, Tropoja është vendi i njerëzve krenar, është vendi i njerëzve adetar, por vi sot tek ju, kur në Tiranë, qeveris një person, një njeri, që bota e ka quajtur kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Pra, qeveris Shqipërinë dhe Tropojnë një argat i Aleksandr Vučićit. Ndaj dhe ne vim tek ju me një projekt të ri, me një projekt me të cilin duhem këtë madhështi të bjerur ta rikthejmë në madhështinë e saj. Duhem që Tropoja dhe Shqipëria, banorët e Tropojës dhe të mbarë Shqipërisë, tjetojnë të lirë, me dignitet, të mkëmën çdo vit e më shumë, pasurit e tyre të kthehen në të mira për familjet, për qytetarët e Tropojës dhe të Shqipërisë. Ne vim sot këtu tek ju si një forcë politike tradicionale e lidhur që vlerësojmë dhe besojmë traditën tonë, dhe tradita jonë është familja, është trashëgimia më e mrekullueshme që kemi ne shqiptarët. Tradita jonë është morali, virtuti. Tradita jonë është atë dhe dashuria, të dashur miq. Tropoja në një shkuar jo të largët është djeg dhe pjek brenda një harku kohor të shkurtër disa herë. Tropojasit janë shpërngul në zona tjera, por janë rikthyer rrëfeshëm me shpejtësinë më të madhe, ka rindërtuar shtëpitë e tyre dhe këtu i ka rikthyer dashuria e pakufishme për Tropojën. Ndaj dhe ne besojmë në këto vlera. Ne besojmë fort në këto vlera. Dhe do bëjmë gjithçka për rikthimin e tyre. Programi ynë është përjashtimi brenda 100 ditëve i mjerimit varfërisë së skajshme nga Tropoja dhe mbarë Shqipëria. Këta qeveritar që janë
janë vite, drite larg jush, larg hallave tuaja, larg problemeve tuaja, larg jetesës suaj, dhe që shgryhen çdo ditë në luksin e krijuar nga paratë që kanë vjedhur, këta s'duan t'ja dinë për ju. I keni dëgjuar, besoj, një shprehje që vjen nga kohra, nga thellësitë e kohrave, në sipas të cilës këtu nuk vdes njeri për bukë. Dhe e them këtë që vërtet nuk vdiste njeri për bukë, se njerëzit ndanin kafshatën njeri me tjetrin. Kjo ishte bujaria, ishte bamirësia e shpirtit, por qeveritar, ministra, që deklarojnë se në Shqipëri është mirë sepse nuk vdes njeri për bukë, nuk ka fjalë që nuk meritojnë të thuhet. Nuk është fjala të vdesi njeriu për bukë, por është fjala të jetoj njeriu me ditet, është fjala të mos numroj njeriu kafshatën, është fjala që ata burra dhe gra që kanë shkri jetën për Tropojnë, kanë shkri jetën për Shqipërinë, të mos tremen se nuk e mbyllin dot 15 ditëshin me pensionin që u jep. Është fjala që ata burra dhe gra që kanë shkri jetën për Shqipërinë të mos shtrin dorën për ilaçe ose të mbeten pa ilaçe se si marrin dot me pensionin e tyre. Është fjala që këta të ri, këta fëmijë, ëndrrën e tyre të bukur shqiptare, të mund të ndërtojnë në Shqipëri dhe jo të ndrojnë se si t'ikin jashtë dhe të largohen nga Tropoja dhe Shqipëria. Pra është krejt tjetër, kurse këta shkojnë në një akt për çmimi ndaj shqiptarve se këtu nuk vdes njeri për bukë. Dhe akom apo tjetra ministret e ti që stolisen sikur janë princesha të sultanateve. U thonë shqiptarve se çfarë kanë pensionistët. Pensionistët jetojnë shumë mirë, se me 140 euro jetohet normal, jetohet fare mirë. Pra, kjo situatë, ky largimi tyre nga qytetarët për shkak të plaçkitjes, sepse Hajduti për t'ju shtrikua plaçkën e tij e urren viktimen. Mirja bëra, thot. Dhe ata, mirja u bën ju, thot. Miq, 100 ditë e para ne japim përgjigje përfundimtare. Çdo shqiptar do marr 200 euro minimum mjetik. Sot 560.000 pensionist kanë një pension ndën 172 euro, që të gjithë pa përjashtim. Sa do që ta kenë, 60, 100, 170, do marrin 200 euro 100 ditë e para të qeverisë sonë. Jo vetëm kaq, jo vetëm kaq, por ne do vendosim rrogën minimale 500 euro, rrogën mesatare 1250 euro. Për rrogultit dhe pensionistët, kartën e konsumatorit, ata do marrin çdo gjë, bukën, qumshtin, mishin, të gjitha ushqimet, gjërat bazë, 20% më lirë se të tjerët. Pra,
Pra miq, ne do u rikthejmë shqiptarve parat që ata paguajnë, por sbashku me to dhe dignitetin, sepse skamja është me keqja, është vetë një lloj tiranie që topit shpirtin, mendjen njerëzore dhe ne japim fund asaj. Miqtë mi, tropoja madhështore dhe Shqipëria madhështore bëhet vetëm kur atëherë në tropoj dhe në Shqipëri të prodhohet në çdo skaj të saj. Imagjinoni ju potencialin e jashtëzakonshëm turistik që kanë Alpet, Liçejt, Lumejt e Tropojës. Nuk mund të harroj ndonjëherë kur një deputet i Shkodrës i kërkon llogari në parlament Lubi Ballukut dhe i thot: po pse s'po e ndërtoni rrugën Vaujdes Koman? Cila ishte përgjigja? Dëgjojeni miq, përgjigja ishte se ne ndërtojmë vetëm rrugë turistike, se sipas saj liçeni i Vaujdes, liçeni i Komanit, Lumi Charles, Valbona, Alpet nuk janë destinacione turistike, ato janë të fshira nga harta. Miq, asnjë regjim, asnjë pushtim nuk ju ka diskriminuar ju, banorëve të Tropojës dhe të Veriut, siç ju ka diskriminuar Edi Rama. Kuksi, Hasi, Puka, Tropoja, Vaujdes kanë marrë në 12 vite më pak se çka vjedhur motra Tërmet Peçit parat të takspaguesve shqiptar. Po, ndaj dhe u shpjegoj unë çfarë ka ndodhur. Është e vërtet që këtu s'kan nis parata, përfundoi një 10 kilometra rrugë. Nga Drogobia në Valbon ishte shtoj asfaltin se stabilizanti ishte i shtruar, dhe tjerat absolutisht aty ku ishin mbetën. Në zona tjera në jug, ai ka dërguar qindra milion. Mos mendoni ju se përfituan banorët e jugut? Absolutisht jo. Unë dje isha në Gramsh. Isha dje në Gramsh. Një rreth që e njoh. Një rreth, një malësi me potenciale të mëdha. Turistike, plot ujëra, me një rreth shumë i përshtatshëm për pemë, për shumë lloj pemësh. Mesjet, ju betohem mesjet e vërtet shumicën e fshatrave. As një investim, zero investim. Dhe të gjithë banorët e dy anëve të liçenit, të Banjës, tokat pavaditje. Pse? Separat i vjedh nomenklatura e shpifur e kësaj qeverie e inkriminuar Gjernë Palc. Separat i vjedhin Erion Velit, i vjedhin Tërmetët, i vjedhin Becët, i vjedhin me radhë mos ja u thëm emrat, dhe qytetarëve mos mendoni ju se kanë përfituar ndonjë gjë. Jo, absolutisht qytetarët, një lloj sa ju kanë përfituar. Shkon në Vlorë, u thot, unë në Vlorë thot kam investuar 1 miliard e 230 milion euro. Prisni. Po, në Vlorë ka vjedh vetëm tunel në Llogaras 60 milion. Në Vlorë, me aerodromin e Vlorës, ka gjobit çdo shqiptar.
miliona euro në vit, duke nda pa me të korruptur, vlora pa ujë, vlora pa kanalizime, dhe tani sfundi është vërsu lumit vlorës, si ku qetër për t'ja ushteruj dhe për t'a bërë shkretir luginën. Ky është Edi Rama për Vlorën, pra. Është një armik për Tropoj, një armik për Vlorën, një armik për Gramshin, një armik për shqiptarët kudo që janë. Jo, miq, ne do i rikthehemi edhe Vlorës, edhe Tropojës, edhe Gramshit, edhe Kolonjës, edhe Tepelenës, Mallakastrës dhe kudo. Kudo, s'pari do rikthejmë para taksave shqiptarve, se ky është një ligj për çdo qeveri që zgjidhet nga populli vet. E kam thënë u përsëris edhe këtu, në vitin 2013, pensioni mesatar në Shqipëri ishte 143.000 lek. Në Maltëzi ishte 138.000 lek. Sot pensioni mesatar në Maltëzi është 450.000 lek. Në Shqipëri është 172.000 lek. Sot, çmimet në Shqipëri, i dini vetë, ja u themun janë, ja u themun ju, janë 10% më të larta se mesatarja çmive në Bashkimin Evropian. Janë rritur në 250% më shumë. Dhe ky mendon se do të mbaj ju me mashtrime. Nxjerr ministra thot jetohet me 140 euro. Nxjerr të tjerë thot, po çka kanë pensionistët? Mirë janë thot. Nxjerr të tretin thot, por në Shqipëri nuk vdes njeri për bukë. Se që nga puna të vdesin për bukë, që të kemi qeverinë afër. Ndaj dhe miqtë e mi, 11 maj është një ditë ku të bashkohemi të gjithë. U bëj thirrje në radhë të parë, socialistëve të këtij qarku. Mos shkelmoni mbi eshtrat e të parëve tuaj, duke votuar një armik të egër të Shqipërisë dhe Kosovës, një fashisht të dytë. Ju bëj thirrje banorëve të këtij qarku, që janë qark i mbushur me koska të rënësh, martirësh dhe armiqësh. Mos votoni një vot për pashiqin shqiptar, sepse keni tradhtuar gjakun, sakrificën e tyre. Edi Rama nuk ka asgjë shqiptare. Edi Rama u ndry 3 muaj pa dalë para si gazetari dhe kërkonte t'u mashtronte ju. Bufi, Kneta, Zhapit, Hardhucat, Qyryk, e tjerë. Kërkonte që ato të zeza që u ka bërë ju. Kërkonte që ato të zeza që u ka bërë ju t'i mbuloj si okatar, t'i mbuloj me banalitete, t'i mbuloj me talje. Po këtë talta, a i talë të qytetarin, a i talë të qytetarin, organizon të mbledhje, e kam thënë dhe dje, më rikujtojnë ato takimet e viteve 50, miqtë e mi, kur Fronti Demokratik organizon të mbledhje veças me burrat, veças me gratë. Dhe thoshte, po emancipojmë gratë.
rikthehet në origjinë. Rikthehet në origjinë. Miqtë e mi, ne do bëjmë çdo gjë që biznesi, turizmi në Tropoj dhe kudo në Shqipëri të ketë frymarrje, të lulëzoj. Do ulim taksat. Biznesi vogël energjit do ta ketë me shpim 3 herë më të lirë, 6 lek kilovatin. Biznesi vogël, tavanet për të vëshën dhe tatim fitimin do të ketë jo 100 dhe 120.000 euro, por 180.000 euro. Pagesën për hapësirën publike do të ketë 5 herë më t'ullët. Rregzt, ku është rregza? Rregzt e qeveritarëve. Rregzt e qeverive vendore do ikin pa diskutim, po kufirin të thana nuk do mund të vendosin kur bizneseve me tarifa dhe taksa me shumë se 1% të xhiros. Kurse bizneset e mëdha dhe të mesme do kenë taksën 10%. Është taksa më e ndershme, më e drejtë. Është taksa e gjitha kohrave. Dhe qëndrojmë asaj, edhe të vëshën do ta ulim. Do ta ulim në 15%. Do krijojmë klime më miqësore për biznesin. Dhe u garantoj, do bëjmë gjithçka që Tropojnë, që Shqipërinë, që kombin ta sjellim përsëri në moshën e rinisë së tij. Po miq. Miq. Vetëm në luftën e parë botërore, Shqipërinë e kanë pushtuar 6 fuqitë e huaja. Para kësaj lufte, Tropojnë e kanë djegur 3 ose 4 herë. E megjithatë, kur, si sot, ky kom nuk ka qenë parini. A e dini ju? Javën që kaloi Organizata e Kombeve të Bashkuara deklaroi se ne kemi lindshmërinë për shkak të migracionit më të ulët në botë. Ne do bëjmë gjithçka që ata që u larguan të rikthehen në dheun e tyre, të vinë këtu të ndërtojnë ëndrrën e tyre. 5 vite pas një taks, sot një biznismen nga Napoli më dërgonte një mesazh. Doktor, thoshte, kam një sipërmarrje këtu, kam 100 punëtor, kam pronotuar 2 autobusa, do vi bashkë me ta të votoj me 11 maj. Por unë pas fitores duhet rikthehem. 2 rrjeshta i shkrova, 5 vjet pa asnjë taks. Je i mirëseardhur. Jo vetëm kaq, po do kenë kredi për shtërhim, do kenë kredi të buta për biznes. Nuk ka, do paguajmë çdo çmim që duhet për ta rikthyer kombin në rinjën e tij. Për këta fëmijë, për këta të rinj, do bëjmë gjithçka të shkollohen, shkollat më të mira do të dyfishojmë. Buxhetin për arsimin, mësuesit do kenë rrogë minimale 1.500 euro. Shkollat do të digitalizohen tërësisht. Miq.
Do më falni. Sot, burreci 2 metra gjatë, u deklaronte, jo, 1 minutë, i thoshte një gazetari se kur erdhem ne në 2013, shkollat nuk kishin shkums. Në fakt, o miq, në 2013 shkollat e Shqipërisë kishin 26.500 kompjuter dhe kishin internet në çdo shkollë që e blinin me satelit. E blinin nga sateliti. Po i volli të gjithë rilindja. I zhvej komplet. Dhe tha bukur tani, shkollat i lanë panë zëns. I la panë zëns. Ndaj dhe të mos merr me citimin e tij, sepse humbasim kohë, është njeri i cili në qoftë se në Vlorë ja thash një të vërtet, dhe ja u them dhe ju këtu, se kur shkova në Vlorë, ajo që merë dhe men, thash do të betohen para Ismail Qemalit, se do shojnë në Beograd këtë tradhtar, atje ku ka vendin. Tani këtu do t'i them tjetrën, të betohem se s'do dalin çdot nga kufiri i Shqipërisë pa dhënë llogari për të gjithë të këqijat që i ke bërë shqiptarëve. Miq, Tropoja ka patur mençurinë epike të qëndroj sa pak kusht tjetër në anën e historisë. Në fakt, pararësit tanë kanë qëndruar në anën e historisë edhe atër kur nuk kishte shtet, po edhe atër kur nuk kishte, kur kufit e Shqipërisë ishin aty kufit e Shqip, pra nuk ishte një Shqipëri, edhe ata qëndruar, u përballën me sakrifica në luftra shumë të egra, mbrojtën plavën e Gusin, mbrojtën teritorin shqiptare, pushka e tyre bëri që të mlidhet lidhja e Prizrenit. Pra, historia juaj me historinë, raporti juaj me historinë është një raportet më të shkëlqyera, më të drejta, që bën krenar çdo njeri. Dhe nuk kam ndyshje se kësaj radhe do t'i qëndroni asaj plotësisht. Por miq, 2-3 sqarime do t'u bëj këtu unë ju. Edi Rama është në gramat e fundit. Po, ai mori damkën më të zezë pas Putinit në Valencia në Kongresin e 82 forcave të djathta politike të Europës, që qeverisin Europën, qeverisin Parlament Europian, qeverisin Komision Europian. Edi Rama u damkos si armik i votës lirë, si armik i pluralizmit, si armik i opozitarizmit, si bashkëpunëtor me krimin, si hajdut i papërmajtur, si narkodiktator. Tani, kjo damkosje është kushtrim për çdo shqiptar. Të qëndrosh në anën e drejtë historisë do të thotë, të qëndrosh në anën e kombëve të lira, kombëve të civilizuara, kombëve të qytetëruara dhe jo narkodiktaturave. Jo vetëm kaq, miq, Edi Rama kohrat i ka numëruar dhe unë ju jap ju fjalën, sa ai do ketë fundin që meriton. Po, ta di. Ai nuk ka më mbështetjen e monstrës njerëzimit që quhej George Soros.
ati ja shpreu kokën, ja shtypi kokën presidenti Donald Trump në Washington. Pristi miq, a y loboj dhe mendoj se lau duart me Sali Berishën duke firmosur shpalljen e tij non grata. Tani dy fjalë do u them ju këtu. Ai që firmosi me lobimin e Sorosit dhe të Edi Rams, ai bëri dy gabime të mëdha. E para, gaboj sepse ne shqiptarët e kemi në kod dhe gene adhurimin për mikun, po e kemi dhe një fjalë. Zot, ruajna nga miku, se nga miku ruhem vetë. E kemi. A y e bëri këtë gabim të madh. Gabimi i dytë i madh ishte se a y nuk u fut në Google të shifte Shkelzenin. Po të kish pa Shkelzenin mirë, do kuptonte që veprimi i tij mal në Shkelzenit, jo djalit. Po të shifte Shkelzenin, nuk do firmoste atë gjë. Mirë po sot, ku është ky njeri? Sot, ky është në koshën e plerave të historisë së vendit të tij. I pa dëshruar në të gjitha ndërtesat federative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i shpallur nga presidenti Donald Trump. Edi Rama, të jap fjalën se do përfundosh më keq se ai. Tropoja madhështore, Shqipëria madhështore, është zotimi ymë solemn para jush. Rrof Tropoja, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.